për pjesën e putës nuk i identifikojna kërkujna e. Banorëve këmë thonë që u konë lojë, se këna lutë e vërtet ose dënim. Ashtu e ceka dhe në prajmë. Nëse nuk besojnë, mos besojnë më Ama këtu tani ka dhe diçka tjetër që neve na ka shpëtu. Se ky ka thënë asaj, kur dalim jashtë dhe vazhdojmë situatën tonë dhe bisedojmë. Jo. Si ke thënë kur dalim jashtë Big Brother duhet vendosi pikandi. E kanë bë pyetjen ata, i kanë thënë këtina, si ngej raporti, edhe ky i ka thënë, tash nuk e di, jashtë paktën shpresoj me pas një raport shoqëror. Kaç shoqëror, okay. Mos i drodhoni fjalë se çdo fjalë realisht e di. Besoj tani këtë çfarë. Alba duhet më thonë se çysh na këna pas raportin shoqëror para se me Imrana. Po. Raport jon shoqëror nuk e di shkur. Ina ndo periudhë të parë, se u kon on off, periudhë parë na do në fillim të shtatorit. Kush shtator atëherë? Ti ke një këto në dhjetor. Unë kam një dhjetor. Taj na këna vazhdu shoqërinë, rina ribashkuj, na ndojnë, mu baza u prish në shtator. Ti ndjenja për ta? Ndjenja kam, po i kam shumë të miksune. Se kuptona ky është dashnia. Jam tepër confused, nuk e kuptoj është dashni, po edhe nëse është dashni, unë jam njëri që i marrë gjonat shumë logjik. Edhe di që edhe kur na kon jashtë, dhe sidomos tash, dy gjonat ndryshme. A keni pas krisje para, do të thonë krisje të pesjosh? Kanë fillu prej momentit cili ti ke thënë që do më kthy me jetën në Kosovë? Po. Për momentin që unë e kam shpejtësinë që e shoh veten. Ti e shoh veten këtu, ajo e shoh veten atje. Ajo shoh veten atje. Që aty ka ndodhur krisja por. This is the first problem. Po, a ke po ka një lidhje kur shpërthen një problem, dojnë edhe 1.000 probleme të vogla, që s'm ka du mi cek në program dhe mi shtin lojë. Shumë në regull, se ti do me rujt atë privacit ati raportit që ju keni, shumë në regull. A që të regon ky ka luftu për atë, dhe me thënë, ka dhëm për atë, po ky po thot sikur ajo një gjë nuk ja ka pranu këti. Dëko që ky nuk ja ka kërku që ajo të vjetë jetojnë në Kosovë me këtë, po thjesht 2-3 muaj, sa ajo ka home office. Na sot që na konë 10 vjetë në lidhje, na konë 8 muaj. Ka qikat në Gjermani punojnë për i shpimër, Ka sisteme që paguhen mirë. Na sot që na konë 10 vjetë në lidhje, na konë 8 muaj në lidhje. Momentin kër na këna fillu me menu për të ardhmen, une e kum pas që une shot ardhmen në Kosovë, edhe veç idenë që kom shprej, kam fillu krizit Për mendimin ti ta, kuma do vazhdojnë jashtë si arinjën e tyre. Nëse ke shprej atë mendim që ti ke qef këto mas pari, ti shumë e jenë regull me vetën, se ti të këshur vetën tane mas pari. Edhe njerë ti du të me këshur vetën tane, jo dashurin ose raportin që ke me dikan. E dyta, nëse kanë fillu për asaj krisë dhe ka rrjedhë probleme tjera, që shpo thoni ju... Probleme në këndove të profesion, që ma s'ka do shone me konfyr publike, mu mirë në social media, nëse në tjera. E di pse duat them? Unë jam të ira kronologjik historisë të nërba, nuk kam që tonë mesazh ka Jo, kur the pjesa e dashnisë. Tani është reale që një dashni reale vetë i përputhen rrugët. Edhe shef kur e shef veten, do me thënë po shef një njëri të tjetrin bashkë. A do të thosh që ti për dashuri do ta kufizosh veten e mos ti ndjekësh ëndra tua që është më këtu në Kosovë? Kjo është gabimi. Unë thjesht do vendos për veten. Ajo është me një ëndrën të me rregullimin e karrierën nuk e thash këtë, më dëgjoj. Edhe me jetu ku duhet. Dashnia do të thotë që të dy bëjnë sakrificë për njëri tjetrin. Si ky që lëshon diçka, lëshon edhe ajo. Unë me aq sa ka thënë Labinoti, vetëm Labinoti ka sakrifikuar. Ajo nuk ka bërë asnjë sakrificë. Edhe për mendimin tim kjo është gabim. Se rase ky ka sakrifikuar për atë, edhe ajo do të bëjë një sakrificë për këtë. Kena sakrifikuar. Se dashnia reale ajo. Na kërkon neve me cek cilat sakrifica kanë bërë njëri për tjetrin. Shembull them. Je të dal jashtë temës. Jo, shembull them, se ti the kur jenë dashni reale, vetëm veten duhet ta shohësh. Jo, dashni reale njerëzit do të më Alba pas mitërrat. Unë do më fol me Labinotin se me ty nuk kam qef më fol për këtë pjesë. Po ti e the. E di po, jo, nuk thash ashtu. Vjen puna te vetjas, duhet pyesësh as dashnin as tjetër. Unë të thash, e dashni reale kur respekton veten ke respektuar që dashni në raport dashurie, sido që ti jetë, pa marrë parasysh sa dashuri ke për njëri tjetrin, nuk do t'ja kufizosh ëndrat njëri tjetrit. Kjo është dashnia e vërtetë o vëlla. Ka është dashnia e vërtetë. Po me përkra me bas sakrifica është normale në dashuri. Po jo me kufi, po jo se ti çuçi qitë ti. Ky tha kishe për dashuri. Mos e bekurnerit. Po Alba, jo, unë thash ky ka sakrifikuar siç thot ky. Pikpamje ndryshme tek kjo pjesë. O, të njëjtën pikpamje kemi, po ti s'po më kupton. Unë po them sakrifikim dhe përkrahje siç thua ti. Dhe ka diçka, ky kur shpreh dëshirën e vet dhe nevojën e vet, ky pa e detyruar atë, ajo vetë duhet ta ketë parasysh, pjesë e përkrahjes time për dashnin time është kur bëj edhe një sakrificë të diçkaje që unë kam menduar ndryshe. Po, për mashkullin që ja vlen, ose për femrën që ja vlen vlla, do ndryshoj edhe unë një pjesë të synimeve të mia. Nëse është diçka që ti mund ta ndryshosh, po, nëse është diçka për cilën e je të punu gjithë jetën ti, një femër, kur nuk do të më ndryshu rrugtimin drejt
ëndrës vetë për një dashuri. Dhe varet kush është ëndra për njeriun. Po prapë të varet për na nuk e dim ato. Se ka dikush ëndrën e vendosin karrierën. Jeti shumë thellë. Jeti fol për gjëra që nuk na takon as me fol këto. Po jo më është reale. Ka dikush e fokuson karrierën mbi familjen. Ose karrierën mbi dashurinë. Nuk ka çështje. Na mos thoni se na kon të martuar se na pas fëmijë, që unë mi pas asona borxh diçka. Jena kon në lidhje me njohje me këtë, jena kon të shpjegoj. Jena kon lidhje 8 muaj. Dhe nuk llogaritet borxh. Sa doja të them, edhe nuk llogaritet borxh, kështu Edhe siç na e kon thotë të borxh. njohë një tjetrin. Domethënë për 8 muaj njëri nuk mund të njohë një tjetrin thelb. Momentin kur unë kam filluar me shpreh dëshirat e mia ose ndoshta edhe vetë kam kuptuar që nuk po e xhoj veten në çat qytet që jam, në çat karrierë që jam, po jam ka du me u marr me çit punën që veç kom fillu, se po ta sukses. Pas mundësin me ndjekat karrierë për vetën tonë. E nëse unë shakon bashkë me tonë, unë e di që ç'është shakon hiç. Sa jo kom kundër kësajna. Me lëndu e ka lëndu. A bën një pyetje? Unë jam i vetëshëm që kom lëndu dhe i pyetje pse do ri për kurrëri. Jo se ti po bin gabim tani. A ke qenë ndar? Kom qenë ndar, po atëherë si e pas ke lënduar o vlla? Se kena lënë 2 hapësirë, kena po shpresa që njëri për për shumë ka. Unë kom shpresuar që ajo kur dal prej këtuit, më thot, "Ok, pajtona me ty që ti mu mirë me karrierën tonë si social media, si content creator, pajtona që ti po do me jetu Kosovë, po vi me ty, ajo ka pritë që unë kur dalë për tujt, shkoj jetoj aty në fshatin Gjermani edhe e bëj një punë bazike 9 to 5. Nëse ti ke një qumrena dhe i ke lënë shpresa saj për me vazhdu me pas diçka, edhe pse nuk keni kanë zyrtarisht lidhun, e ti putesh me vjen këto normal që saj i dhem. I know. Qa ju kun gabimin që këna lonë një derë të hapën, edhe pse këna ndo raportet. Po që keni lënë për shëshnore, tani thua një derë hapur, po këtu labinoti, ja ka gabim. Na lidhë ne këna përfundu, për shpresat i këna pas dytë që këna me gjetë një gjutë për bashkë. Pa bëjnë pyjtë rëdhus gjonat, nuk tha që i kam lënë që për jashtë shëshërore. No, mbas kështë, më letë flasë, të lutem, mbas i drëdho se ke shumë marak me i drëdhu situatën. Unë jam këto dhe ty s'lam, nuk ta lejoj. Kësa, pyjtje, se ta përsërita unë ti prapë do me drëdhu për me ndryshu rrjedhën e muhabetit. Jo, nuk e bëjmë me kalëzëni. Dini, i ka ba pyetjen këtina, qka ka me metë në këtë raport, këtë ka thonë, shpresoj të pakten të mbesin një raport shoqëror dhe do të shoh kur dale, do të merrem me ta. Pik. Pyetja ime. Kena rrethën që është për bashkë. Se tani që po i le një derë hap për çfarë? Ha, derën hapën e kalon para se me hi. Para se me hi, ku posi. Edhe unë ku po shpresoj edhe po shpres, se janë me disa gjona. Ja, s'është mirë. Pa kuptimin që edhe pse na shkon realishtike hiç. Po jo, po flot se po e pyet se unë nuk po e kundërshtoj vazhdimisht. Po jemi të ta ty po fol më shumë se unë. Po jo, nuk. Jo, unë dëgjova që tha kam lënë derën hap, prandaj u çudita pse po para se me hi, Alba, nëse ti je shumë e mëshme, kuptimin që dy ka pas shpresë që bëhet. E ndjek kronologjinë e muhabetit edhe din fjalë ku se thuhen. Po e pyes, nuk po e shaj. Po jo, po jetë drejt muhabet. Po nuk po e drejt, po e pyes, dhe ty po je përgjigjet e veta. Po jetë ja përsërit dy Po mirë është edhe kur e pyesim. Se kjo shumë mirë e din jashtë si dalën. Jo, unë po e pyes. Anej, po erdha folni sa të gjuj shishën. Po e pranoj atë që thot. Hajde. Faleminderit shumë. Apo ta pranoj atë që thot. Allo. Oj diamant, dëgjoj. Ti the nuk e dash ajo e dashura jote, nuk ka dash që ti me qenë fytyrë publike. Po. A i me rregull këtu? Po. Po ti para se me i këtu, ki thënë që unë jam fytyrë publike duke bërë gatime dhe duke kënduar. Po, ajo kun sukun Nuk dëgjova. Një sekund. Për sekundë të Ti ditë. the Unë prapë e kun bo se anin që e du. Po, asoj si ka Ty pëlqy. nuk kanë marrë këtu që je gjas prift as njeri mirë. E di. As njeri keq. Okej? Ty të kanë marrë, dëgjoj. Ty të kanë marrë këtu që ke një publik të vogël. Madhe, mesme apo shumë të madhe. Po. A i në rregull? Po vlla, e kuptoj të dëgjoj ajo. Apo nëse ti thu që ajo bashorte ose dashura. Bashurt, çfarë bashurte? Okej, dashura, okej. Shut që e dashura. Unë në momentin që flam me dikon unë konsideroj bashorte. Okej, unë jo. Unë jo. Fal, unë ashtu. Nuk është tema aty, o Gerta. Dëgjoj, Prapë se prapë del mesazh gabim. Okej, fal. Se ka shumë gabim mesazh bashkëshorte ose na është ishi. Ju lutem. Tash ti 8 muaj na kon bashk, as nuk na jetu bashk, as fillu, as martu, as fëmijë, as kuzhej. Shef me qenë unë personi publik, apo? Ajo s'ka dashur në as mami jetu. Personi publik. Se kom vendos me njek ëndrat e mia. Po ka qenë sepse ai ka dalë në Instagram. Po kom dal, kom bo. Asoj si ka pëlqy, unë kom vazhdu prapë. Ose lu kërkonisht me ndiku. Fal, fotografia Kush ishte të edhe kupton të Kosovës? Qysh? Do fotografia aty, a ishin edhe të Kosovës që keni dalë bashkë? Po, na kom 4 ditë në festival. Ajo, ty të ka pru këtu. Ty t'ka pru, unë e kom pru ato këtu.
Ajo, oke, bashkarisht keni ardhur deri këtu. Mendimi im, më fal. Po, i na konverës korrekt. Të lutem, unë nuk them që unë kam drejt ose ti ke drejt. S'është fem na para se fundi që ne kuptojmë Kosovë. Kosovë. Ju me fol, a disa çet po të flas. Po. Unë mendoj që ajo të ka prubesa deri te dera. Mendimi im është. Okej. Edhe të ka ju jeni marrë vesh që me shku përpara ti sikur single. Okej? Me ata të kaluarën që kanë bo dashuri false deri fund dhe me shku finale, a kupton? Edhe ju nuk jeni ndarë. Ola, po, a di ka është problemi? Nuk jeni Çfarë ndarë. dashuri ka bërë të mrena kë? Po ti çfarë dashuri ku mbona? Dashuri, a mund ta them? Çfarë çifti ku mbo? Unë për kontraze, jo më lidhe dhom trafimit, edhe kum thon pse i përfshini jetën private të njerëzve këtu mbrana. Vetëm një mendim. Nëse unë kisha planifikuar këtë sen, besoj me kisha planifikuar më mirë. Nuk i kisha thonë asona mi thonë muton ato fjalë që më uli. Po pret lab, se ti i thon që kë ka bërë dashuri këtu mrena. A do ka vini si Çfarë çifti ku mbo?